më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin edhe ma mëson të tjerëve. Po du me të regu një rast tash. E ki dëgju për Hafez Bajram Ajetin. Ka qenë lexues i mirë i Kur'anit, hafiz i Kur'anit. Baba i tij ka nxjerr shumë hafezllar. Edhe ki Hafez Bajrami ka nxjerr shumë hafezllar. Nga ka qenë këto? Prej Likove janë. Nga fshati Likove janë. Të di hafezllar kanë punu në këtë drejtim. Shumë Allahu i shpërbleft, inshallah, jo ban me atë Kur'an që ka mësu varrën e tyre dritë. Edhe kur ishte puna për të hijun e imam, edhe po më thot njerë, tha dëgjova se s'po hi imam. Thash, jo bese i kam fëmijët e vogli, duhet njerë me punu, me bon shtëpie, pak me rrish fëmijët. S'muj tash me hi se duhet me punu. Më ka pason një fjalë, tha mbaje mirapin, mësoja njerëzve Kur'anin. Këtë fjalë kam prej atij, edhe ajo bon shkak që unë hina imam atër. Tha në xhami, tha nështë s'kia rrok, apo pak rrok, tha po rrës ki ka me të ardhë për skajt Kur'anit. Edhe faktikisht unë hina imam, një vjet a dy s'ka më rrok, por në atë kohë kam ndërtu shtëpi. Në atë kohë kur s'ka më rrok, kam ndërtu shtëpi. Ka ardhë, asel rrëski, asel bereqeti. Po, për të kohë edhe një rast, nështë nuk është rasti mediumëve. Jo, të regojnë bashkë të rase edhe po du me të regu pak se na po lexojmë ajete, hadithe këtë, po njëtën praktike që ka po ndodhë. Këtë deshta me thonë. Une shkova në spital me shoqën dhe njerë, kur njoni në pa, tha, qka po banda shoqën e kam së mund, kur e paj, hajde tha, a i kështë jenë një nëzanë si shoqës time, se shoqën e kam avizet Kuranit edhe mirët me fëmi me mësimin e Kuranit. Hajde tha, ti ma ki mësu Kuranin me prit renë këtone, edhe pa renë, hinë mrenda. Kur hinë mrenda, ajo mbota që ka përjanon infuzionin, ku mësu se e me Kuranit, edhe ajo përja ban shërbimin, tretmanin më ndryshe më një herë, po i ban der ati pak më shumë, u bon e drita, shka ku i Kuranit, edhe kur dali ma gje me pagujt një gjallë, mësu se e me Kuranit, edhe nuk na mur pare për infuzionin, tha unë e paguj, 3 ndodhen ati, edhe i thomën e, shqo, shpërblimi, se ty pite shpërblimin shka e ka aj shka e mëson Kuranin, në këtë dënjo të mirët po vinë. Nuk po bojnë sabër për botën tjetër. E botën tjetër, Allahu e din se shka do t'i shpërbleja ata njerëz të cilët u mësojnë Kuranin të tjerëve.